13 vite në Mekë. Më falë, vëllazën, Zoti ju ruaj dhe mëshirat. Si e kuptojmë ne që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 13 vite në Mekë pas ka thënë në tauhid? 13 vite janë shumë. Më falë, edhe ato 13 vite me kohëzgjatje pejgamberike. Jo me ligjëratën e hoxhës një në javë, ai s'ka mbaj ligjërat një në javë. Mëngjes edhe darkë, pas çdo namazi, në çdo moment, para hyrjes në xhami, mbas hyrjes në xhami. Imagjino edhe i hipur në deve i ka thënë Ibn Abbasit, ruja Allahun që Allahu të truan ty. Domethënë edhe duke qenë në lëvizje, vazhdimisht i ka thënë njerëzit në tauhid. Si e kuptojmë këtë? Që do të thotë, unë personalisht e kuptoj se faktikisht kjo çështje nuk që ka shumë e thjeshtë. Vallahi që ka shumë madhështore. Dhe nuk e te i kaloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çështjen e besimit dhe tauhidit dhe ngulimin e saj në zemrat e njerëzve derisa vërtet realisht u ngulit ajo. Pastaj erdhën urdhrat dhe ndalesat. Pastaj na obligoi Allah me namaz, me zeqat, me agjerime dhe me haxh dhe me të gjitha ritualet tjera fetare. Deri pa u ngulit besimi dhe akidja i vëllaz, e gjithë ndërtesa është, domethënë pritet që të bije. Shtylla e ndërtesës është besimi në Allahun subhanahu wa taala.